O Zot, sa i bukur jam. Kur themi bukur, i mençur, sepse kam gjetur origjinën e qytetit të Gjakovës. Të dashur shqiptar, emri Gjakovës vjen nga emri fjalës murg në gjuhën greke, diakonos. Çmenduri. Diakonos është marrë nga gjuha serbe në Gjakovo. Me refren thellë. Gjakovo do thot në gjuhën serbe si djaku. Dhe varianti Gjakovo është në fakt një variant, një dialekti që quhet Torlakian, variant serb. Dhe më thënë, ne e shqiptojmë fjalën Gjakov si gjuha serbe e një dialekti serb, sepse në gjuhën zyrtare serbe është Gjakovo, qyteti Gjakovës. Diakonos vjen nga greqishta, dia do thot në drejtim të, dhe konein do thot vrapoj, nxitoj. Dhe në gjuhën e lashtë helene, në gjuhën e Homerit, nxitoj të shërbej Perëndis, Zeusit. Pra kjo është një fjalë e fjalorit pagan. E përdor në Iliad, dhe Iliada, zbulimi im, është Bibla e paganëve. Nuk është historia e pellazgëve. Janë këngë që u shërbejnë zotave, këndoheshin në tempull, siç këndohen këngët kristiane në kish. Dhe fatmirësisht, një pjesë e madhe këtyre fjalëve kanë mbetur në gjuhën greke të sotme. Pra nga paganizmi kaluam në kristianizëm, por emri murgut mbeti i njëjtë, diakonos. Kjo fjalë është në gjuhën latine, konor. Ka kuptimin përpiqem fort të bëj diçka, dal përtej vetes për të bërë diçka. Është në gjuhë kelte, digoni, do të thot bëj diçka, bëj përpjekje. Por kryesisht është në gjuhën greke me kuptimin nxitoj, vrapoj. Pra diakonos është shërbëtori i Zotit. Ta shikojmë për një moment se është shumë e bukur.